Street Fest Prishtina 2025, festivali më i madh i kulturës urbane në vend, që këtë vit shënoi edicionin e tij të 26, e ktheu Prishtina Mall në qendrën kryesore të sportit, artit dhe argëtimit. Me 14, 15 dhe 16 nëntor, hapësirat e qendrës tregtare u mbushën me adrenalin, gara, performanca dhe mira vizitorë që shijuan atmosferën unike të këtij festivali. Ndër të ftuarit special ishte edhe artisti i njohur MC Beka, i cili ndau emocionet, përvoja dhe pritshmëritë e tij për këtë edicion, duke u ndalur edhe te periudha e tij në Big Brother, e cila i kishte shndruar në një nga personazhet më të komentuara të vitit. Këto afër vetës e kam MC Bekën, i cili po shihet që është i tërë me energji. Patjetër. Përshëndetje të shtatë, përshëndetje. Si po ja kalon? Perfekt. Na po lodhesh edhe besoj që ti lodhesh, po. A e di që është njeri kur të ulet lodhet. Po, është një mos me menuar, ja. Se di që është ajo. Për çka ishte me vetë për lodhjen, no? Po. Ja, s'ka sa. Tregom çish ka shku organizimi dhe pse MC Beka pjesë e kësaj. Po MC Beka o qysh pejt parës. Çdo vit, që është arsyeja që unë jam pjesë përbërëse e saj. Edhe faktikisht streetballi që ka nis, është definitivisht është një përjetim i mirë i karrierës tame. Në jam pjesë e diçkafit urbane po ashtu. Përpos hip-hopit edhe rapit normal, tash edhe streetballi, e cila lidhet ngushtë me te. Po ashtu edhe me zanatin tem për MC edhe DJ lidhet shumë. Para një 20 vite, që sa qova një mix në New York, kur i kemi shumë mixat të shumë kush e ka buhet. New York, po në gara atje i shkuj për streetball. Kështu që normal që kjo jetë një rezime mirë e jemja në atë CV-n temë. Me sa e pash ka erdha njerëz të vështoj që MC Beka ka këto, atë krijon kjo emocione kur e shet që njerëz po të dojnë. Ajo më kthen kur kam qenë ma i frekventushëm, edhe pse i kom nalë pak punën në skemë për shkak se të punu mas kamerave. Kjo është mas një kohë, që kjo është para kamerave mas një kohë. Po faktikisht pregaditemi për, që shtojnë në Shqipni, 20 vjetarin. 20 vjetarin? Po, për 40 vjetarin, kështu që kemi fillu me venu me punu pakës. Është mas kamerave, po më konvenon shumë, asi do mos orari i ditës. Orari i ditës? Njerëzve pju mungon MC Beka në televizion, në muzikë. A kemi me pas ndonjë rikthim të MC Bekës me këngë? Si që kemi pas? Mu po mungojnë edhe ma shumë se ata. Po një njeri tha, jëm rritha me këngë tuja. Për kundrazi, unë jëm rrit me juve, se pa juve i kisha këngë kërkushe. Kështu që normal, publika jemi, ose njerëz të cilët sot jam familjar, i mësojnë fëmijën e vet kush jam. E ajo mu bashkëm lenë për shtypja. Po, generatat e reja ke të njohen. Generatat e reja, kryesisht atë buglat sene Big Brother. Big Brother? Po, MC Bekët daman nuk e din. Si ka qenë ajo ko? A ke qenë gjithë vetvetja? Super. Jo, unë s'guxoj me aktru për shkak se dal pe ati konceptit të MC Bekët. Tash me him mas 35 vjetë në skenë, me him e një vend të tillë nuk guxoj me ndru. Se së mdojnë. Ka ke qenë 100% vetvetja? Asnjëherë, unë atë nuk e di. Kupton, tash mediat, ose që këtë digitalizimi dhe këtë ka pru në nivel ku do të bëjsh shmas për mu popularizu. Për to përpara ka qenë dush me mësu, me punu shumë për mu popularizu. A mendon që të ka penalizu kjo pjesa që ke qenë vetvetja, sa ke qenë pjesë e Big Brother? Interesant mu për penalizim, unë kom gallë shumë atë rëndësishme se Big Brother. Big Brother është big, po unë jam shumë ma big. Shumë ma big? Po, normal. Tregom pak për organizimin sot, si ka shku a jeni lodhë, se mbasi e pjesë e kësaj... Që kjo është Big Brother, mas 26 vjetë. Hajde luje me mu. Edhe që ku është skena. Po minoj, zanati jam është atje. Edhe pse unë menoj që kësi manifestime du të me pas shumë në përshqytete. Mi qitë fëmin pej kompjuterave jashtë. Mi mësu që ka loj për prost në video PlayStation që lunë basket ose streetball. Eksiston të amon të që real life. Edhe me knasë ma shumë. Adrenalin ma shumë. Normal, që ata din. Unë i preferoj komplet të bohemi të njoftën edhe për këtë lloj loje, sepse kom mësu shumë kur jemi konë në Amerikë. Në New York, kom mësu shumë që streetball
dalin njerëz të më kënaq, jo me fitu, po me kënaq. Faleminderit shumë për kohën, nuk po zvanoj shumë se kemi shku te pjesa jote, atje ajo të prit. Jo, e kam asistentin, e kom marrë djalin, gjinin, vogli, kështu që... Edhe ai po Po ndihmon. rina ata, po ç'është morri, s'ka stres, faleminderit. Faleminderit shumë. Te shtatë. Street Fest Prishtina 2025, solli 3 ditë me tradit, sport ekstrem, kultur urbane dhe art alternativ duke e kthyer Prishtina Mall në një skenë gjigande urbane dhe duke vazhduar traditën shumëvjeçare të këtij festivali të dashur për publikun.